Të ndodh të harosh shpesh, të ndihesh i lodhur, pa energji, mund të jetë rasti i mungesës së mikronutrientëve si vitaminat, si mineralet, mund të ketë arsye të tjera, por po flasim për diçka që ndodh shpesh. Dhe me këtë rast unë dua të flas sot për një nga suplementet më të nënvlerësuara, më të paragjykuara me një reputacion të keq në Shqipëri, dua ta theksoj në Shqipëri. Shumë njerëz mendojnë bëj fjalë për një multivitamin, mendojnë që multivitamina nuk ka vlerë, që për njerëzit që mendojnë që ushqejnë, po e theksoj, mendojnë që ushqejnë shëndetshëm, multivitamina është e panevojshme, që është thjesht një ide biznes për të shitur dhe shumë mendime të tjera, por në fakt multivitamina unë dua ta theksoj është një siguri ushqyerje. Pra ashtu se është siguria e shëndetit, siguria e jetës, që e ke aty për çdo rast që mund të të ndodh dhe multivitamina është aty për çdo rast që ti mund të kesh nevojë. Duhet mos harrojmë që sot nevojat për këto vitamina, për këto minerale po ndryshojnë gjithmonë më shumë. Tek rekomandimet që jepen, që listohen shpesh edhe tek multivitaminat, dozat që jepen janë rekomandime minimale për të plotësuar ato nevojat bazë, për të shmangur probleme serioze me shëndetin, si për shembull vitamina D, nivelet që rekomandojmë jepen për të shmangur problemet me rakitizmin, me zhvillimin e kockave të fëmijët, tek të rriturit gjithashtu. Por për sa i përket shëndetit optimal, shëndetit për të parandaluar sëmundjet, pra për të jetuar më gjatë, me energji, me një tru që funksionon sa më mirë, gjithmonë duhet kemi pra kujdes për të mbështetur ekstra. Baza mbetet ushqimi i shëndetshëm dhe multivitamina mbetet aty për të mbushur boshllëqet që ne kemi. Çfarë përmban një multivitamin? Një multivitamin, vetë nga emri multi, përmban një bashkim të mineraleve dhe të vitaminave, vitamina A, vitamina B që ka shumë, vitamina C, vitamina E dhe elementë të ndryshëm si magnezi, bakri, si gjithashtu kalciumi, hekuri në disa suplemente është e nevojshme sepse jo gjithmonë nevojitet. Por do flas për këtë në një temë tjetër, elementë të tjerë që quhen elementë gjurmë ose trace elements që vinë në sasi shumë të vogla, por që kanë efekte shumë të rëndësishme, si për shembull seleniumi që është një antioksidant i fuqishëm. Shumë i rëndësishëm gjithashtu kromi që mund të ndihmojë edhe për të balancuar sheqerin e gjak. Dua të ndalem te luteina. Shumë suplemente vinë dhe me lutein që është një karotenoid që është shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit, gjendet tek retina e syrit, gjithashtu gjendet edhe tek truri sepse shërben edhe për funksionet e trurit, mbron syrin nga dëmtimi i rezeve blu, nga stresi oksidativ. Kolina që gjithashtu gjendet tek e verdha e vezës dhe është treguar që është shumë e rëndësishme për shëndetin e trurit dhe për kujtesën. Pra mund të ketë një sër elemente që ne mund të na ndihmojnë në faza të ndryshme. Pra gratë para menopauzës, pas menopauzës dhe mosha e tretë mund të ketë nevoja të ndryshme.